Debati që çoi në largimin e Gençrulit nga mbledhja e deputetëve demokrat një javë më parë, vazhdon të jehojë në korridorët e selisë më të madhe të opozitës. Për sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Arben Ristani, deputetët Ruli, Imami e Bregu u ngritën kundër fjalorit përdorur nga kryetarët e degëve që për ditë me radhë bën përgjegjes figurat kyçe të PD-s për rezultatin që opozita mori në zgjedhjet lokale. E ndërsa asnjë masë konkrete nuk ka për këta kryetar degësh, edhe numri 2 i PD-s Ristani është pozicionuar kundër deklaratave të tyre publike. Të dhënat që ne kishim ishin që disa kryetar degësh kishin përdor retorik thyse në fjalët e tyre, pa përmbajtje në raport me problematikat politike të partisë, dhe i gjithë çështja nuk ishte pse ata kritikojnë apo pse ata kanë objeksionet e tyre. Çështja ishte pse janë etik dhe pse flasin me një gjuhë të tillë. Dhe sigurisht që etika është një kusht pa të cilin ne nuk mund të krijojmë harmoninë e dur në strukturat tona. Por përtej kësaj ngjarje të gjithë kryetarët e degëve do t'i nështrohen analizës se si kanë punuar në zgjedhjet lokale të 21 qershorit. Partia Demokratike hartoi një raport për këtë betejë elektorale që mban firmën e Ristanit, por tashmë ka nisur një fazë dytë me grupet e punës që po analizojnë performancën e çdo dege. Sigurisht që ndeshemi para faktit që ka pjesë të antarësisë fiktive, ka pjesë të seksioneve që nuk janë të plotësuara dhe duhen plotësuar, ka titullar të këtyre seksioneve apo grup seksioneve që mungojnë, që kanë lëvizur, që s'kanë performuar mirë, që nuk kanë punuar në zgjedhjet e kaluara. E gjithë Partia Demokratike që pas largimit Sali Berishës nga posti i kryetarit është futur në një proces riformatimi. E për Arben Ristani kjo forcë politike ka ditur të realizojë një ndërthurje mes të rinjve e të vjetërve. Jemi përpjekur shumë dhe madje kemi qenë ndoshta edhe pak xheloz, si thosh, në këtë pjesë që ta ruajmë kohezionin, ta ruajmë bashkëpunimin midis të vjetrës dhe të res. Sigurisht që probleme ka, asgjë nuk shkon në vaj, por është një kohezion shumë i mirë që funksionon. Analiza që ka nisur në bazën e Partisë Demokratike pritet të mbyllet javën e parë të nëntorit, e atëherë do të vendosë kryesia e PD-s për fatin e degëve dhe kryetarëve të tyre.